Zoti Merkoçi, të ndalemi pak te njerëzit e Edi Ramës, të paktën ata që janë më të afërt, ku përmendim këtu Endri Fuga, drejtori i komunikimit, dhe Vali Bishga, drejtoresha e kabinetit të kryeministit Edi Rama, janë larguar pra nga kryeministria. Ju si shikoni këto largime të dy njerëzve, po themi më besnik të kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që Angela Gaçi herë shfaqet dhe herë zhduket? Jo, Vali Bishga është larguar, kam deklaruar, kam bërë dhe një shkrim në të kohë dhe intervistë. Po Vali Bishga është larguar direkt, domethënë punë ditësh, pasi e dërguara e ambasadës amerikane shkoi në zyrën e Ramës, kur Rama nuk ishte, dhe i la mesazhin Vali Bishkës pikërisht për Ramën. Dhe disa ditë më vonë, as java nuk u mbush, domethënë kur Vali Bishga dha dorëheqjen. Dha dorëheqjen dhe unë në momentin që dha dorëheqjen Vali Bishga, unë thash do ketë edhe dorëheqje të tjera. Patjetër që do ketë edhe dorëheqje të tjera, do ketë edhe largime të tjera. Dhe po ti shohësh tashmë edhe të gjithë po diku shfaqen, diku zhduken, diku duken sikur kanë fuqi, pastaj bëhen të pafuqishëm. Dhe çdo gjë pastaj fillon edhe e bën Rama, një herë dalin sikur i bëjnë, janë këta ata që vendosin, pastaj del sikur këta nuk pyeten sepse është ai që vendos. Dhe kjo është ajo forma e qeverisë që ka kriju kjo. Unë kam thënë që Rama do shesi çdo njeri, do ta shesi pikërisht vetëm për të ndetur në krye të asaj kryeministrie, për të vetëm arsye sepse Rama ka marrë një urdhë nga Kabala, nga Sorosi, që duhet qëndroj patjetër në postin e kryeministit në Shqipëri, sepse Shqipëria është një qerdhe e Sorosit. Dhe lufta më e madhe kundrejt Sorosit për sa i përket Ballkanit apo Europës do jetë Shqipëria. Patjetër do jetë Shqipëria, dhe çështja me Gonigal që ndodhet sot në Amerikë, mos harroni se një diplomat rus i cili ishte edhe përkthyes është arrestuar, po. Po jo arrestuar, po u dënua, e keni gabim. U dënua, po. Po, u dënua, dhe ky kishte thjesht vetëm për një moskallëzim ishte, njohje, pa ky kishte kallëzuar se ishte edhe përkthyes. Pra, çështja me Gonigal është hapur në New York, ajo që në atë kohë Sorosi ja mbylli Ramës në New York çështjen, dhe tekstualisht i tha unë New York ta mbylla, po në Washington nuk e mbyll dot. Po në Washington me Gonigali u dënua për korrupsion, për rishfet parash, ndërsa në New York çështja është për siguri të vetë Amerikës, ai ka shkel sigurinë të Amerikës, kështu që aty është më e thellë çështja se sa aty kanë dalë edhe agjentura kineze, që këta nuk e besojnë që Rama është i lidhur me agjenturën kineze nëpërmjet një firme të cilën e ka ndërtuar në Francë, edhe nga Franca e ka dërguar në Amerikë. Dhe jo pa qëllim edhe tallin që ky e bëri me Ramën, e bëri me Macronin, por nëse Macronit Trumpi tërhoqi veshin, domethënë Macroni kërkoi falje, Rama mos harroni se nuk kalon dot oqeanin tashmë. Është i bllokuar në këtë pikë, nuk ikën më Rama me asnjë vend. Rama është i mbaruar politikisht në arenën ndërkombëtare. Rama është i mbaruar, mundohet me këta vandelindët e me këta me bërë ju dëshirë sa Qesharaki ishte u prit vandelini me tapet kuq në Shqipëri, kur ajo ka ardhur 500 herë këtu, u prit me tapet kuq. Për çfarë u prit kuq vandelini? Për t'i treguar që kjo është lidhja e botës, se mos harroni se në politikë ka lëvizje, ka dhe deklarata. Kur ka qenë takimi që u bë me Zelenski në Amerikë, me Trumpin, kur vajten dhe të gjithë liderët e Europës që e shoqëruan si krysht nga mrapa, në fotografinë që bëri Trumpi me këta, Vandelini kërkoi të ishte në krah Trumpi dhe ai e qiti në fund fare. Ishte gest domethënës shumë.
Dhe ky tash këtë person e merr dhe e pret me tapet kuq. Unë ju thash, jo pa qëllim them që ky çdo lëvizje ka kashillik që kërkon t'i bëjë Amerikës dhe vetë Trumpit me lëvizjet që bën. Por patjetër që është mbledhur lagu dhe tashmë ai e di shumë mirë që do vi momenti do arrestohet. Rama do arrestohet patjetër, nuk diskutohet. Sepse Amerika të paktën për sa i përket sigurisë saj nuk të fal. Dhe aq më tepër që organizatën George Soros e ka quajtur organizatë kriminale, domethënë terroriste. Nuk ka ku shko më lart, plus që të gjithë janë fut në linjën e ligjit, jo në linjën e hakmarrjes individuale, por në linjën e ligjit për t'i dënuar këto lloj krerësh të cilët kanë bërë këto lloj politike. Dhe mos harrojmë se janë të lidhur, të gjithë janë të lidhur me korrupsionin, të gjithë janë të lidhur me drogën, dhe me atë diktatin e pushtetit. Dhe Rama është emëruar nga Sorosi si personi i cili duhet përfaqësojë Europën dhe për t'i bërë nëpërmjet këtij për t'i bërë gjithë deklaratat që kërkon bëj Sorosi apo veprimin që kërkon bëj Sorosi i ngarkohen Ramës. Duke filluar qysh në mandatin e parë të Trumpit, i cili deklaroi në atë kohë që fitoria e Trumpit është fatkeqësi për Amerikën edhe për botën. Në atë kohë u fal, dhe jemi që u fal nga Trumpi, kurse kësaj radhe e ka tepër të vështirë. Po të shohësh qysh në fitoren e traardhjes të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, Rama nuk ka pas asnjë lloj mundësie për ta parë Trumpin, jo më për t'i dhënë dorën, sepse Suzy në Amerikë është personi i cili më i afërt i Trumpit, i cili bën gjithë agjendën dhe është ajo që e ka penguar dhe është barriera më e fortë e Ramës për ta anashkaluar atë skandalet e tij apo edhe çështjen e sigurisë të Amerikës. Çështja me Gonigal është shumë e fortë, por Rama është edhe Sinaloa, nëse do veni re kur Rama bëri tallin me Trumpin, ai u përgjigj vetëm me një foto të Ramës me Gonigalin në zyrë të Ramës. Kështu që por ajo që është kryesorja pastaj është që fobia është brenda në Shqipëri dhe gjithë hetimet po i vazhdon t'i bëjë ajo, për sa i përket gjithmonë për sa i përket Ramës edhe shpurës së tij të drogës edhe të korrupsionit në Shqipëri. Rama do mundohet me gjitha format dhe kushtet për të shmangur, për të bërë, por nuk besoj se s'ka dalë deri në sot s'ka dalë dikush më i fortë se sa Amerika dhe nuk besoj se Trumpi do ta fali Ramën siç e fali herën e parë. Flasin aq më keq që flitet për një agjenturë. Dhe kur vjen puna te agjentura, amerikanët nuk falin, nuk pyesin pavarësisht kush është president. Si e keni lexuar raportimin e fundit të Altin Dumanit në Komisionin e Ligjeve, i cili nuk dha shumë detaje sa i përket çështjeve më të nxehta dhe u përpoq të anashkalonte pjesët ku përmendej Edi Rama? Altin Dumani kur ishte në Amerikë, herën e fundit që vajti në Amerikë në mënyrë urgjente, nuk bëri asgjë më tepër vetëm se raportoi apo dha llogari për atë çfarë nuk është bërë në Shqipëri. Pjesa tjetër pastaj, deklarimet që bëri Altin Dumani ishin korrekte, flasin drejt. Ishte tregoi dhe nivelin e ulët të deputetëve të parlamentit, sepse është e para herë që të gjithë ata janë konflikt interesi me Dumanin, me Spakun.